Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin zyrtar për klimën e investimeve në Shqipëri për vitin 2025, ku vlerësohet stabiliteti makroekonomik i vendit, por ngrihen disa shqetësime që lidhen me ambientin e biznesit. Situata makroekonomike e Shqipërisë është e qëndrueshme. Në vitin 2024, rritja ekonomike arriti në 4%, e nxitur nga rritja e fuqishme në sektorët e turizmit dhe pasurive të paluajtshme dhe politikat e kujdesshme makroekonomike, thuhet në raport. Megjithatë, raporti nxjerr në pas si problem informalitetin e lartë në sektorin e biznesit, i cili po dëmton ndjeshëm konkurrueshmërinë dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Në dekadën e fundit, Shqipëria ka tërhequr nivele më të larta të investimeve të huaja direkte, thuhet më tej në raportin e DASH, duke shtuar se Shqipëria mban një regjim liberal të investimeve të huaja, të hartuar për të tërhequr IHD, ligji për investimet të huaja, përcakton mbrojtje specifike për investitorët e huaj dhe lejon 100% pronësi të huaj të kompanive, përveç në fushat e aviacionit vendas dhe ndërkombëtar. Sipas raportit, Shqipëria ka potencial të gjerë ekonomik në një kuadër të shëndosh ligjor dhe ka përparuar në kufizimin e korrupsionit të vogël duke digitalizuar shërbimet publike, si për qytetarët ashtu edhe për bizneset. Rezultati i Shqipërisë në indeksin e perceptimit të korrupsionit u përmirësua nga 37 në 42 nga 100 në vitin 2024. Megjithatë, investitorët e huaj vazhdojnë ta perceptojnë Shqipërinë si një vend të vështirë për të bërë biznes. Zbatimi i reformës gjyqësore që filloi në vitin 2016 përfshinte verifikimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, më shumë se gjyqtma e gjyqtarëve dhe prokurorëve, që nënshtruan verifikimet, janë shkarkuar për pasuri të pashpjegueshme ose lidhje me krimin e organizuar. Si pjesë e procesit të banimit në Bashkimin Evropian, Bashkimi Evropian pret që Shqipëria të intensifikojë hetimet e rasteve të profilit të lartë, të krijojë një historik të padive për korrupsion të nivelit të lartë dhe raste të pastrimit të parave, si dhe të hetojë gjyqtarët apo prokurorët, verifikimit të cilëve zbuloi sjellje të mundshme kriminale. Më tej në dokument thuhet se sfidat kryesore që dëmtojnë biznesin përfshin korrupsionin e përhapur, një sistem gjyqësor të dobët, mungesë transparence në prokurimet publike, si dhe praninë e madhe të ekonomisë informale dhe pastrimit të parave, sidomos me burim nga trafiku i drogës.